Përshëndetje miq dhe mirë se erdhët në këtë video. Keni hyrë në kanalin tim zyrtar në YouTube, Odeta Dume Mandro. Për të qenë pjesë e live-eve të mia, mund të abonoheni duke klikuar poshtë tek fotoja ime. Ditën e sotme këtu në live me Odetën do të kem një vjerë e cila kërkon të reagojë pas deklaratave të rënda që ish nusja e saj, Evangelina Hida, bëri në një nga programet e mia. E shqetësuar, e mërzitur, Zonja Marieta kërkon sot jetë këtu në këtë live për të reaguar dhe për t'i dhënë një përgjigje ish nusës së djalit të saj. Por çfarë ka thënë pikërisht të 36 vjeçarja, nëna e 4 fëmijëve, e cila është braktisur nga partneri, çfarë ka thënë në programin tim, unë dua ta kujtoj vetëm në pak sekonda momentet e vështira që Evangelina ka shprehur këtu në live me Odetën dhe rikthehemi. Kur kam shkuar në fillim të atje, me ta 2-3 ditë, edhe vinin shok të vjerit aty, edhe më ka thënë që o çopi, si që kishin zakon shok bo kafe, bëja kafe, nëna e dilte jashtë, edhe i thoshte shokut vjerit që bëj fjalë bashkë me të bëni që doni, po mu mos më nxirr nduk. Që gjëja mos flisja unë. Edhe më dilja jashtë mos asaj, ajo thoshte pse s'nejte brenda ti, rrije me shokun e babit brenda. Po si të riju nësë një, për që të riju më brenda? Merri me budallën e lek për vetën tate, jo për mu, ja për mu për që dush, po merri me lek. Wow. Sa i ka shef me shku me ty. Për shokun e vjerit? Po, me shokun e vjerit. Edhe më nga i nati, pasaj thashë, më qëtër më ka dhe në zemë nuk o shumë. Edhe nga baba fëmive, jo, ka 5 vjeqës, as fëmis ka pa me sy, as i ka pa me i herë me sy, si janë në rrit, a janë në gjalla, a kanë vdeka, se që ka bëha, a kanë tanë, as kanë tanë, nuk presë as si gjë, as nga viri, as nga vira, as nga burri, as nga një. Nga familja ti, as si gjë. Ndërse kam gënjuar për këtë gjë, Zoti ma fajt qafën, mos i gëzofshë të kamet që kam, të 4 që kam. Ai më linte me i këshu, me i arë atje, me 2 fëmijë të mëdhej. Edhe rria ishim me lekë atje, me merë të lekë mu, ja qonë të nanës vetë atje. I blerë do ushime nanës vetë, këllë me t'i linte për gronë. Gosa madha më ka hëngë bukë e kritë. Ja bëja këshu pshesh, edhe me ujë e pa kritë. S'kisha që t'ipja. Se burri ishte, edhe kam unë shpresë nga burri ma. S'kam shpresë nga s'një ma. Pa, i kam hekë këllë me t'na shkolla, se s'kisha shkollën atje. Unë kopë është thoshe pse, unë kam ba shkolla, se unë s'kam ba shkolla. Edhe unë pa shkolla jam. Kur baba s'ka shkolla, pa unë fëmija dhe dali ma mirë se mu, si që jam unë pa shkolla, dali edhe fëmija pa shkolla. Ai nuk di me shkolla emrin e vetë, maj. Emrin e vetë nuk di të shkolla. Kur s'ka pyti herë për fëmijët e vetë, kur goca se njefë se kush është baba vetë, kur kush e disa herë martu, 10 herë është martu, 10 herë merr një, nga jo femra nuk presa si gjallë nga jo. Se si thoshe djalit, shka djalë ke fëmijët e tuaj e ke nusja jote, po i thoshe, hajde t'kishe mami ke mami ti, leri, kalamajt lej ato, lej në laksh, hajde ke mami. Qa nana është, ajo që i thotë birit, hajde ke mami. A martu 2-3 herë dhe s'pyti herë për fëmijët e vetë. E i man gocat e huja, i man me rena, jo po s'kam fëmijë s'bëj fëmijë. S'jam i martu, edhe sata, po të shofish si që më ka të njerëzit e ka gru nga shpia. Edhe sata e ka gru nga shpia. Se merë një, nuk ma gru e i voj, vetëm me rena. E dëgjuam këtë nënë e cila ngriti një lumë akuzash, le të themi për ish vjerën, që kjo e fundit e kishte detyruar të shkonte me shokun e burrit të saj për të përfituar para. Të gjitha këto akuza kanë qenë shumë të rënda, por kjo nënë tregoi se ishte braktisur nga babai i fëmijëve dhe ai nuk ishte interesuar asnjëherë për 4 fëmijët në këto 5 vite ndarje divorci. Ish vjera e saj, Zonja Marieta, është duke më pritur, unë hap dritaren dhe e ftoj. Marieta, përshëndetje. Përshëndetje shpirt, si je? Mirë, si je ti? Familje si je ke? Mirë, ju mirë? Po mirë, po jam me këto lafe kështu s'jemi mirë. Po që ka ndodhur tani, se nusja e djalit, ish nusja e djalit, ta akuzoj me akuza shumë të rënda? Në gjo këtu, kam qatë natë që jam zburu me të zjarë. Do tu ashtë i pse. Një gjo që nuk e kemi, ne jemi familje shumë e rregull. Ne
në njërë të tërë komshit që kemi këtu. Kjo kur u lidh, nuk u lidh me mbresëri. Me anë telefonin. Me djalin tuaj? Me djalin tonë. Me gjitha të ishin telefonën ato të fishtat. Dhe nuk fliste kjo me telefon, po fliste e motra. Kur vajtën borën parje, e motra i tha djalit tim që o flisja unë, kjo nuk fliste se kjo fletë si thuqe, edhe kisha se nuk e mirë. Iku kjo. Tani Marieta, ti po më tregon që djali juaj ka folur me motrën e Vangelinës, jo vetë me Vangelinën? Me motrën, kjo nuk dilte, po me motrën ishin telefona nga të thishtat, nga të parat. Dhe kur shkuat ju kur t'i kërkuar dorën, mësuat që ishte motra? Po, nuk dilte kjo, po dilte motra, se kjo fliste si gjysmë, si thuqe. Pasaj kur vajtën borën parjen, e motra i tha djalit flisja unë, nuk fliste kjo. Po si reagoj djali juaj? Tashi, një natë ndeti djali ati, ditën e dytë kanë ardhur të ngorç. Me gjitha te e mbajtën, e deshi djali e përqevi, hajde mo. Kjo kishte qenë mirë e martuar, edhe nuk i tregovi djali. Mirë, këto janë fatkeqësirat e jetës, por e dashur Marieta. Ngjo këtu. Na fal, e di që janë tëra kështu. Iku dhe kjo. Kur pas 2 javësh unë kisha ofertë, kishte marrë telefonin tim kjo, shehur edhe kishte marrë më parë për shprehjen, më parë se ne kemi duar shumë. Kishte marrë telefonin po, për shpirtat i djalit që po bën 9 vit që po më tretet, po të gjenje marrë nesër muaj. E mjenin telefon, e kishte marrë kjo telefon me telefonin tim, po nuk i kishte marrë me privat, po me numër drejt. Kur më marrin mua radhën telefon, çan të numra. Edhe, kush je ti Vangelina ti e jo, ka shumë jam e vira. O po hipja saj, o si është ajo, iku kjo, nuk i të bëra shamatja. Por ndalemi pak, Marieta, e dashur Marieta, më lejon të pyes? Po. Në momentin që djali juaj vajti t'i kërkonte dorën, pikërisht Vangelinës, dhe mësoi që kishte folur me motrën e saj dhe jo me vetë gruan, si reagoi djali juaj? Me motrën, kur borën parjen, atëri tregovi e motra që flisja unë me ty, nuk fliste kjo. Por si reagoi djali juaj, se kjo është skandaloze me thënë drejtën? Po me telefon në shpirt, me numër, me telefon. Me numër telefoni. I qartë, por djali juaj, le të themi, e pranoi dhe e mori për grua Vangelinën. E pranoi shpirt. Me gjithatë. E lama ti. I thash djalit të djalë për në marrin telefon. Jo, ande këte djali e këtisa numëri së më shqetsonin orën 12 natë, se pun të nëzjarë. Me gjithatë. Ajo, ato lafet shtoshte për mua, që unë vete kam shoqet këtu vete me për ara, punoj, vinja në shpinë vap, ajo as pun as gjë, as ditë të gatuante, as për gjellë, as për gjë. Niku kjo, ula një tapetat të vap, ajo mbruan të mua. Ikja prapë në punë, në fushë. Vinja ndarket prapë ashtu, se s'dita as për një. Marieta, ti më tregove, e dashur Marieta, ti më tregove që nusja e djalit të përdorte telefonin dhe fliste me meshkuj të ndryshëm dhe ata të shqetësonin ty. Në orën 12 natë, kanë marrë, po të gjenje, marrë. Se dhe kjo është akuzë e rëndë. I kam thënë djalit, o djalë po me bezdisin telefon. Djali zbori shamat djali unë e shketa, me gjitha të s'ka gale. E do djali mbaja djali. Unë da nga unë. Ajo për nga unë aqë kam vetur nga 2-3 muaj këshu. Iku djali. Se punon të djali shiste jo lopjo viqa. Vinte punon të unë shkreta, therte viqa, therte dele të hankalamajt. Ajo të shbonte, nuk i bonte fëmive, nuk i bonte nëjë superfime, po i skuqte të pshit rrallë, mija thani pa, ato dishit vegjit, i mirë të e i të qenë. Për shpis ishte një. E dyta, po kjo është me e keqër zemë. Ishte quni 6 muaj, a i djali që ishte i smurë. Po, një pijuaj, po. S'kishte e viteri, edhe kjo sa do vemi të kë vlajin sa në Elbasan që ti marrë lekë se ka për marrë lekë vlajë. Edhe ta shumit ki që mami ti me të ta shumë se le nusem lekë.
Iku qupa. Kjo e kishte lanë në Elbasan me një lokal që mos u grusha e gjalla po e vdekur. Në Elbasan me një lokal edhe kishte iku. Ishte dhimë. Ose janë nakë. Kishte lënë djalin Edhe e kishte vogël. iku. Djalin me gjithë shupën time me një lokal. Po, Edhe kishte ikur që janë dhe. Deri në 8 në darkës qupa ka qënë lokal. Pasaj kishte marrë ajo një shoqe telefon, kishte qupa i shoqe që kishte telefon, e kishte marrë qupa atë, kishte vajtur ajo e kishte marrë qupën në shtëpi. Por ka ardhur qupa ditën e dytë në shtëpi, mua ku e ke nuse me mami së më tregove gjotë qupa. Ku e ke nuse me ma këtu mua bepi, iku dhe smerdi mo. e ku kishte vajtur nuse e djalit? O shpirt ajo e di na kishte bredhur. Unë nuk e di. E po mirë iku kjo. Prit një ditë, prit një 2 ditë, e mori qupa edhe me gjithë djalin kemi vajtë mu policin Korç. Unë qupa, burri im edhe djali im, kemi denakcuar në Korç. Pas sa kohësh ndodhi kjo ngjarje që nuse e djalit iku? Po, ngjo këtu tashi. Unë shmaj me dhe shumë dhe qëkur nga ikur dhe djali janë bërë kështu, po ti bëjë sa e ka djalin i me, që unë ishte 6 muaj, qupa ime është 21 vit. Atere ka qenë 15 vit qupa ime. I bie përpara 6 viteve, e kuptoj. Denoncuan polici. Policia ka ngjoktu. Po e gjetë ma bini mua se kjo do i brenda në bukë. Edhe thash unë ngjoktu, thash unë se unë jape djalin e s'mu shpi. Edhe 3 fëmijë ka masaj, thash unë nuk e fut do të brenda. Po e gjetëm, thash unë, do ta majmë për i fëmijëve, thash unë, se unë nuk i rrit do të fëmijë, thash. Po mirë, Vangelina ishte larguar, por fëmijët i kishte lënë tek ty, tek burri? Ne, te ne, fëmijët. Po, dhe çfarë ndodhi? Pastaj kjo që kishte bërë, kishte marrë shtëpi me qira në Kamës, edhe ishte ai djali kunatës ta, mori telefon, i ta djalit e ke filan vend ta pa hajde. Vajti djali kjo i tha ta hajde ta po, apro ta po lajmëre policin ta unë. Por Që të futi brenda. tani ti lutem, e dashur Marieta, po më tregon që nuse e djalit iku nga shtëpia, u zhduk, i la fëmijët aty, i braktisi, me çfarë motivi iku? Kishte konflikte me djalin tuaj? Po me djalin tim ajo nuk zish na njerë. Por Unë po them se e mirën tirë në telefon o shpirt. ai u largua me një tjetër person, po më tregon. O mami sa qupa, tha, unë aty tha jo ipi me një taksi dhe iku, tha. Qupa. Edhe unë prit vin, tha. Deri në 8 darkës. Ato që më ka borë mua ajo, s'mi ka borë asë, edhe të thoshte për mua ajo se vira, më thoshte, këshu, vira i këte, këshu, që Zoti e marrë, edhe po t'jen ashtu, Zoti më marrë mua, që mua një tërë, një përplik tërë që sham. E dashur Marieta, çfarë ndodhi? Në momentin që ju e gjetët nusën e djalit, ajo ishte në Tiranë. E morëm në shtëpi pasaj. Por pse e morët në shtëpi? Marieta, pse e morët në shtëpi? Se një nuse që tradhon djalin, që braktis fëmijët, ikën, pse e morët në shtëpi? Po i fëmi varbirë, se unë nuk i manja do të fëmit. Po ishte babai, i mante babai. Po si do t'i mante babai ata? Të 3 fëmit, si do t'i mante babai? Për i fëmive, pasaj djali e donte. Si dhe se donte, me gjitha ta i çdo gjë pranon. Edhe pse e mësoj që gruaja iku me një tjetër, ai vazhdonte ta dashuronte. Ai akoma vazhdonte. Me gjitha ta ta shumë verë me të koksta e nuk është as për ty, as për ne. Zbonde shama djali. Vajtën pasaj ikën me shtëpi në Laç. Vini neve ati, vini na njerë unë ati, kalamajt, edhe sot, mit, për mua thonë hajde oj non, thonë hajde na bona i direkt me duart e tua dhe gjellën me duart e tua se ajo, smit nuk mi le, që të vlisi telefon fëmija, ja vlevi djali telefonin, ja mori me telefon, ja thevi, numrin ja thevi, që mos kishte kontakt fëmija me djalin dhe me neve. Marieta, djali u largua me nuse dhe me fëmijët drejt Laçit, nga Korça vajti në Laç për të jetuar. Si vazhdoi jeta e tyre? Sepse përpara se të më tregosh,
Përpara se të më tregosh, të lutem, përpara se të më tregosh çfarë ndodhi me jetën e tyre në Laç, ish-nusja juaj, Vangelina, ka deklaruar që kur ka jetuar me ty, ti e ke detyruar të bëj punojësen e seksit. Përpara. Jo këtu. Ata që e tha, unë vetëm se nuk ta dinja numri se unë do të kisha marrë në atë moment. Nuk ta dinja numri. Se unë jam vete zonja për çdo gjë, në punë, në shaf, kam punuar, Greqi kam qenë, po ajo si ishte zonja me ndel lante byllë me saj, më falë për shprehje, jo të ashtu. Edhe ajo të varve që ka thënë, e ka shumë gabim. Unë kam punatat në Greqi, në besat, edhe kam thënë kështu. Ne po e erdhëm nga Greqia, do t'i vemi atje dhe zezë ajo ku ka për të bërë. Por, se është e rëndë, nëse ajo vërtet ka mashtruar, ka gënyer, të ka, le të themi, ka hedhur baltë mbi figurën tënde, është e rëndë kjo gjë. Por pse një ish-nuse duhet të shpreh këto gjëra për ish-vjerrën? Ç'është kjo urrëtie që ajo të arrit deri në pikën sa vjerra më detyroi të punoja në rrugë? Jo këtu, a di se pse? Se unë i përtisja për çdo gjë për mësim. Bëj këtë punë, laj këte, bëj këte, mos i le gjërat palar, mos rri kështu, t'jeshin qik kështu, edhe më kishte marrë me inatë unë mësonja për çdo gjë. Tashi vira nuk do të mësoj ty, shi e laj e pastro, laj kalamaj, laj e robet kalamajve. Por kur nusja e dashur Marieta të sillte këto probleme, a fole ti me familjarët, me nënën e Vangelinës? I thashën telefon, i thoshën telefon unë, ato thoshin e ka djalit i qke, edhe unë i thash djalit kështu, ke qenë mami thash. Unë për mua e nuk koshtash, edhe për ty nuk koshtash, me gjitha ta që ti që e do, mere zemre mamit, mbaj thash. Unë nuk ndryj familjen tuaj thash. Marrëdhënia juaj me ish-nusen nuk ka qenë e mirë, që kur ajo ka ardhur në shtëpinë tuaj. Keni patur konflikte? Unë po them, vafsha mbrapa ati djalit. Po gjenjetën mbrapa i Zotë që shlakt. Sepse ajo tha gjithë konfliktin, tha Vangelina, që kisha me burrin, shkaku ishte vjera, ajo na ndau. Jo shpirt, jo vira, jo zemër, po them. Unë e kam thonë, s'ka qartojnë ajo ime, s'ka qartojnë mojme, dhe ajde me ndër t'ja puti virës, virat i hanë këtë shkreta, vira dhe cilët vira mirë, nga tuanja, lanja shplanja. Ika në vapë punonja në fusht, vinja vetë prap gatuanja, tëra duart e mija, ajo rinte kam amikam. Me gjitha ta i kam thënë djarit tje do t'ki qenë mami tash, ndalë tash. Se unë vetë tash, në faktën, tash unë, qoj njëve për para, ik një, ik Laç si tash. Po, shkua në Laç, unë dalë nga ty. Vinja unë ati në njerë, se vinja në njerë, se shikon një djali, mirë të mali për fmitë, jo për atë. Kurse fëmija, si djali, si qupa, ja bonin oj nënë, atë ke që nënë. Mami vete nuk e të me emra, vete me filanin brapa stavët. Vete me filanin brapa stavët. Edhe i kam thonë kështu, ke që nëna, jo, nuk është ashtu si shtonë ju, se mervesh babi dhe e renusen. Jo e nënë, jo në drejtemi babit, një avasaj. I kishte thonë djalit. Djalit, fmive, fmit i kështë të në djalit. Djali, sa kishte meraku këtë se kishte varsmu. Qa mirë të zonat asaj, vinte pasaj, pinte Laç. Nga shtresi që kishte, vinte pinte. Edhe asaj si po mnasin gjojq. Se janë të rënda, të gjitha këto që po dëgjoj. Në gjo këtu e po them, me që është ditë e shnuar, po të gjinje, Zoti më marë, edhe vafsha mbrapa ti djali. Se ju po deklaroni që ish-nusja e djali, 36 vjeçarja, që kur është martuar me djalin tënde ka tradhtuar. Ajo, djali ishte 18 vit, a ishte edhe 4 vit me madhe se djali. Ajo sot është 21 vit, nuk është 36. 21 vjeç. Pra, ka qenë 4 vite me madhe se djali juaj. Por çfarë ndodhi mes shiftit? Çfarë ndodhi mes djalit dhe ish-nusës së djalit? Çfarë ndodhi tash? Djali ishte në Greqi, edhe la nusën aty në Laç. Edhe mua nuk më sa gjo fare, deti një muaj, mua s'm sa gjo fare.
Kur kishte ardhur nga Greqia me taksi, kishte vajtur direkt ati. Laç. Po. Kishte vajtur direkt ati. Edhe kjo shkonte me shokun e djalit tim dhe I kishte gjetur bashkë në krevat. Wow. Po të besove, fletë djali im në telefon, po djali im është me shpi në Korçë, me nuse se e priti, edhe ajo s'donte. Edhe ajo martua, se ai s'dori pa martuar, se ashtu ajo. Ju po më tregoni që djali e kapi mat me shokun e ngushtë në krevat? Në krevat, s'kishte bërë. Kur ma pruri mua me foto, po mu prisha I telefonit që kisha për para. Mu prish virani, se të ta kisha prur foto. Po mu prish, kur më dërgovi telefoni patër, a I djali mua me foto. A e shej ku jam, tha, a e shej qargjeta, tha. Oj mami tha, unë do t'a lo, tha, dhe unë po vi në shtëpi, tha, do t'a lo, nuk e marrë më. Kështu ndodhi. Ai e kapi mat dhe erdhi në Korçë dhe ndau nusen. I ndavi, po ç'ta donte? Ç'ta donte? Durovje, s'mante moj pila. Sepse vetë Vangelina ka treguar që ai na braktisi. Më braktisi me gjithë fëmijët në mes të 4 rrugëve dhe iku tek nëna. E po, kush është ai njeri që tregon në shpirt? Unë po them, vetëm s'po ta gjenja dot numrin, edhe e gjeti mbese burrit tim në Greqi, numri 8 dhe ma ka pru mua. Më tha mua, tha, oj nuse tha, ja ku e ke numrin, tha, dhe merret çfarë muhabetin. Gjithsesi ne jemi të dyja së bashku, e dashur Marieta dhe ju, po më tregoni historinë. Po duhet baq ditë martesa, me dajnë ti, tha, dhe tapi na me po shkotja, jo, tha, ti e përballë, tha, punës pushave, tha, në Greqi, tha, me fëmijë të smur, tha. E dashur Marieta dhe... Mua që me krushin, vinë shumë turp. Çfarë ndodhi pastaj? Qande çuni erdhi këtu në shtëpi. Mori telefon, na mori neve ajo, kam djalin smur në spital. Po. Djali çikte vajti, ku je prap nga anë e djalit, e mirë të telefon, ky tha që të vitet e djalit. Ku je, jo jam të spitalin në Tereza, jo jam të spitalin fëmijëve, e gjenjen të çuni. Po. Edhe unë tha, mami tha, ku shiko, tha, unë tha, dola unë ishte akşam, tha, se s'përceron të ku ishte djali shtruar. Ajo ka qenë, tha, mbrapa pishave, ku janë ca pishat në spitalu nuk e di. Ajo ishte me dashnorin e vetë edhe me shokun e djalit tim. Që djalit krasin të telefon, djalit I serojnë tëra muhabet. Po mirë, djali jo si reagoj me shokun e tij, sa është e rëndë të gjesh gruan me shokun e ngushtë. Si reagovi, vajti ati, prapi pa djali, zbori shamat. Ka qenë shumë I dyruar. Por ju më treguat e dashur Marieta që edhe pse e kapi me shokun, djali im I tha të kthehej prap. Tani kjo s'ka kuptim, unë besoj që gabimi është e djali juaj, se një grua e tillë nuk ndahet nëse është kështu. Jo, gabim është, se unë go ta gje, po prap ka menduar se thotë unë do ta vrisja thot, edhe unë do I jap burr. Jo, djali e kërkoi që ajo të kthehej. Vetëm për këtë mendonte djali, se burri do ta hante. Edhe ajo këtë e ka dashur qikur shokun e djalit tim. Po prap djali I mulonte. S'bëtë shama. Edhe Nuk e di çfarë mulonte djali juaj. Te djali ati, kështë gjetur I infermier ati, ku është Manueli, është në fila spital. Kështë vajtur te djali, kështë takuar djali ishte si unë. I kështë dhënë një 2 lekë djalit, kështë ikur djali. Erdhi djali shtëpi. Edhe erdhi dhe ka ardhur duke qarë. Këtu o babe, I tha t'jam. Orbir tha, ju e dini, tha, neve nuk din gjotha. O, po këtu e pa shprap, tha. Unë mendova, tha, hajde mota do t'a mirja prap, tha. Për I të fëmijëve. Do t'i votëra në kam, tha. Ja ti tha, djalë ka jo ata vaska prap, tha. Ti vazhdo, tha, pa ja ta vaska prap, tha. Me gjitha theta t'jedi. Ka vajtur djali ka thonë që 2 fëmijët mi jep mua kurse 2 mbaj vetë. Kjo I ka thonë që, I tha që ato s'janë t'kilte tu, janë t'kilte minë. Shu ka qenë muhabeti e shpirt. Edhe kur e ngjuam që tha ato lape, sikur na ra shtëpia mi kokë.
Tash Marita, unë dua të rregojmë transparente, ti e ke parë momentin kur Vangelina ka qenë me mua dhe ka treguar historinë e saj, konfliktin që ka pasur me ju si i zhvjerr, konfliktin me burrin, ku ajo tregoi që ai ishte i alkolizuar, nuk sillte para në shtëpi, 4 fëmijë linte pa ushqim, më ndihmonte pronari me para, tregoi një situatë krejt ndryshe nga ajo që ti po tregon sot. Pronari, se ndihmonte pronari e shpirt. Mos punoj ju, ndihmon pronari mua. A ndihmon pronari, po mos vetë unë punoj ati. Jo, logjikisht e drejt, por ajo tregoi si njëri me zemër të madhe, që i vite keq për fëmijët. Po ç'net i vi pronarit keq për zemër për fillët e mi. Për çfarë arsye? Që djali ikte në orën 2 të natës dhe vinte në orën 8 darkë në punë. Edhe ka ngelur ajo pa ushqim, pa ajo s'dinte të gatuante. Ajo dha të ushqim që kishte, ajo nuk dinte ta gatuante. Që ja bote gjellën fëmijëve ujë, ushqim. Ponte byrek qu, ponte bukur tërë shpenzime janë në qenë. E dashu Marita, ti ke folur me ishnusen tënde në atë kohë kur u divorcua me djalin tënd për hir të 4 fëmijëve, nipërve dhe mbesave? Flisja. Edhe prapë më thoshte mua, a do vishoj mamit, na boshi byrek se e bot mirë. Jo. Si fëmija dhe kjo. Por Vangelina të thëriste prapë mami ty, ajo ishte ndarë me djalin tënd? Mami prapë. Ku je moj jam Elbasan. Kur e thati që aq fliste me ty, a i qoka laqë. Se qupa i thatë, vim takojmë. Jo, jam punë, jam pjatër lartë me lokali, jo, jam shu, si tregon të qupë. Se qupa kur lindi djalin, e lindi në Elbasan, ke tezja, se ka një tezë të burë të Elbasan. Por djali juaj, kur iku Marieta, e la 7 zënë. Ajo ishte në muajin e 9 që solli fëmijën e 4. 7 zanë është shpirë, 7 zanë, po nuk shprem do të mamime. Se qa, ju dyshoni që nuk është fëmija juaj? Jo. Fëmi taj që kemi neve vetëm 2 të parë. Qupa edhe djali madh. Pse 2 të tjerët që janë më të vegjël? Ato 2 të tjerë me t'i gjenë ajo me i ka borë, nuk i kam borë me ty, thot, i kështë të ndjali. Unë thash dhe njerë, po të ki një zoti më martë mua me që është ditë e shnuar. Në fakt është e rëndë, sinqerisht, dhe më vjen keq për gjithë situatën, domos për 4 fëmijët e mitur, por një analiza DNA-je e verifikon nëse janë fëmijët e djalit tuaj të 4 apo siç dyshoni ju që 2 më të vegjëlit. Shti japë, thot ajo, do t'i mbaj vetë, i ka hedhur mi emrin e saj. Sa ata nuk kanë pasur një martesë ligjore. Jo. Ka qenë në bashkëjetesë, e qartë, por gjithsesi mund t'i drejtojë gjykatës djali juaj dhe e përfiton të drejtën si baba, sigurisht se ua ka dhënë atësi. Ai rri dhe qanë për ato fëmijë. Por nëna deklaroi që babai nuk interesohet për fëmijët. Jo, fliste djali, flistin fëmija, po sheru kësaj, flistin fëmija, në telefon, o babi na ka marrë malli kur do vishti. Pastaj thoshin, o babi, po vinë mami, se na gjenë mami, nuk kanë mami që plasin me të. Sepse, krejt të kundërtën, tha ishnusja, ai nuk kujdeset për fëmijët dhe nuk ka dhënë asnjë lloj kontributi për fëmijët. Jo, i ka thënë, takoj fëmijët e tu jap 9 lekë. Ajo ka thënë, s'kemi nevojë për ty për lekët e tu. Unë vetë i mora për si, pra vetë të rritë ato fëmijë. Se ato fëmijët nuk janë fillët e tu. Ja kështu i ka thënë. Po të cilët qaj si njeri, djali vite i takon të Kalamaj. Sepse Vangelina ka ardhur në programin tim, ka kërkuar ndihmë si një grua e braktisur me 4 fëmijë në mes 4 rrugëve. Ti po më tregon të kundërtën tani. Ajo u tregoj të kundër, po pra të zot, po t'gjinje, mua mjetë të një përplik. Edhe ata e njojnë të tërë dhe kanë thonë që s'ke që do atë nuse më derë. Edhe kur mos u gjenë nuse si ajo? Kur republik? Kush është ajo virë që ti thoj nusës në atë mënyrë? Unë po them, u bëra 60 ditë shpirë.
Pasi e dëgjove ishnusen, të ka telefonuar apo e ke telefonuar për të gjithë denoncimet që bëri kundrejt teje? Kam numër telefoni, e patë mesengjerin na ka bërë blok, numri nuk ja kam. Nuk ja kam, as numrin, as mesengjerin na ka bërë blok. Sa kohë bo Marieta që nuk e ke takuar ishnusën e djali dhe fëmijët, një prit e besa? E u që kur ka, vetëm që kemi folën telefon. Vetëm telefon pa të folën. Por djali juaj babaj sa ka pa i takuar? Po sa po bo në shpirt ku t'i gjohë, nuk po them, ma disë jam borë, jam shkatruar jashtë nase. Por pse nuk jam shkatruar. Pse nuk e ka marrë guximin djali juaj të hipi makinës dhe të shkojë atje të takoj fëmijët? Prit, hajde, po lajmëroj policinën, e të fut brenda ndu. Po nuk ka lidhje, mund vej djali pari në polici dhe të kërkoj që bashortja nuk i lë fëmijët të takoj, ish bashortja. Ka bërë denancin që po afruaj këtu, kapën e futën i mbrend. Po, jo, se nuk është kështu, Marieta, çdo grua mund të bëj një denoncim, por verifikojnë gjërat. Nëse djali juaj nuk e ka dhunuar, nëse djali juaj nuk takon dot fëmijët, ja pengon nëna, shkon ai, denoncon ish gruan dhe merren masa për ish gruan. Po më rondoj e thënë djali, kështu folën me atë dhe kështu më tha, edhe i takoj kalamajnë. Po patjetër, nëse ai kërkon të takoj fëmijët, të kontriboj për fëmijët dhe nëna e ndalon, merren masa për nënën. Jo për babaj. Jo, e ndalon jashtë nase. A i sa po bon pa mushur muajnë, djali fliste me kalaman. E dashu Marieta, nëse ishnusja e djalit, Vangelina, do ta kishe përballë siç më ke mua, çfarë do i thoshe? Me të gjitha akuzat që ngritin ndaj teje. Çfarë do i thosha, ku i gjen këto llape, do t'i thosha, nga i shpim këto llape, si që puna që atë kujtohet që ti as dinje gatuenja, as dinje këshu, nga i gjetë këto lapet e mija të t'i thosha. Si jam sivo me të, edhe vira dhe të bërtet e shpirt, për irë punës, se unë vetet punoj fusht, rritëm të esën vapë, vetet bëj bukë, bëj gjellë, qlaje, qplaj. Por djali, si reagoj kur e pa ishnusen? Djali? Po, djali juaj. Që të bënde djali? Unë po themi shkeli tërë në kanë vali që bënde ajo. Jo, kur pa videon e ishnuses, si reagoj? A i tha këshu, lese ka yrë me impunë në korë që ta shi, edhe nuk i apin dhe, edhe tha këshu. Unë doj vete o imam, i tha, edhe do vite të konte ty aty dhe drejt për drejt në atë. Okej, mund të ma kalosh numrin e djali dhe unë do flasë edhe me djalin tuaj në privat për të komunikuar, por sinqerisht më vjen keq që një baba nuk takon fëmijët, i pengon nëna. E vërteta e historisë nuk di të them kush është, versioni që tha Vangelina apo versioni juaj, por më dhimbse se ata fëmijë që po rriten në kushte shumë të vështira ekonomike. Ato nuk rriten në kushte vështira atë në qikë, se ata e kanë ndihmuar. E kanë ndihmuar ata që e ndihmon e përushime, e s'ka ashtu, pa jo s'dit gatuajnë. Po të veçë shpita saj të ashtë ti, si e gjem plot me ushqime shpina saj. Por ata janë tërë gënjeshtra. Mirë se, fëmijët, Marieta, fëmijët nuk ka nevojë vetëm për bukë, ka nevojë dhe për dashuri, ka nevojë dhe për babajnë, ka nevojë të venë në shkollë. Fëmijët ishin të pashkolluar, ajo i kishte hequr nga shkolla fëmijët, ky është kulmi. Po i ka hequr nga shkolla, po ai në orën 2 do ikte në punë. Shiste vica si ishte ashtu. Jo, pa nuk... Marieta, nuk është justifikim. Më dëgjoj, nuk është justifikim. Djali shkonte në 2 natës në punë, nusja nuk punonte, apo punonte, fëmijët rrin pa shkollë. Jo, fëmijët vinë në jetë, prindërit kanë përgjegjësi. 9-vjeçarja është me detyrim. Është me detyrim 9-vjeçarja. Nuk është justifikim, Marieta. Punoni shumë dhe la fëmijët pa shkollë. Ja ku ishte laci shkolla. Ç'si çanta ajo? Po pra po fëmijët nuk ishin në shkollë kur ajo ishte martuar me djalin tënd. Fëmijët ishin hequr nga shkolla kur ajo jetonte me djalin tënd. Pra djali jot ka rënë dakord që fëmijët mos vënë në shkollë. I çonte djali, kur e kishte kështu i çonte djali dhe e bini me makinë pastaj. I çonte mëngjes dhe i bite me makinë.
Se pastaj djali ikte në punë tër ditën. E qartë, ky është kulmi, prandaj them më dhimbë se në ata fëmijë, sepse ajo mund të ketë plot ushqime atje në shtëpi, për fëmijët nuk ka nevojë vetëm për bukë, ka nevojë për shkollim, të vënë në shkollë, të kenë libra, të kenë shok, shoqe, të socializohen, të kenë dashurinë e gjyshes, e babait, të kenë të gjitha. Një fëmijë i mbar në jetë do t'i ketë të gjitha këto, po këto kush ja ofron? Nëna dhe babai, ja përgatitet të rinë fëmijëve, që të keni të ardhme të mirë, të jenë fëmijë të denjë. Vajnë e ka tëra jo. Jo, por... Që mi lanë fëmijë që mos ta afrojnë asë nëna, asë gjyshe, asë baba. Tëre ka fajnë ajo. Por ju kemi fajnë. Ju keni të drejta të plota, t'i drejtojeni gjykatës dhe të përfitoni të drejtat e atyre fëmijëve. Padyshim që ai baba ka të drejtat e plota të takimit me fëmijët, t'i marri për pushime, të pagojë detyrimin ushqimor, sado nëna të thojë jo, është gjykata ajo që vendos. Po ja, qikojnë do vend djali atje, qikojnë po ja zako. Që na ka marrë malli për ato fëmijë. Është normale, je gjyshja, i ke rritur dhe sigurisht që të merr malli për ta. I majta 3 muaj vetë. 3 muaj që ndetja jo dhe na ka za pritë, 3 muaj ka majtur vetë. Të vogli fare nuk e njihni, besoj. Jo. Por djali juaj e njeh fëmijën e vogël, e ka parë? E ka parë dhe unë ka folur me atë voglën. Kam folur me atë voglën dhe i thoshte qupa, kjo është gjyshja jonë, thoshte, nëna të babit. Edhe e të rispetta. Është e dhimbshme gjithë kjo situatë dhe mbi të gjitha që dyshoni se ndoshta 2 fëmijët më të vegjël nuk janë të djalit tuaj, por ADN-ja, Marieta e verifikon gjithçka. Nëse ju keni dyshime dhe djali ka dyshime, një analiza ADN-je vërteton gjithçka. Marieta, djali është martuar, më the, ka vazhduar jetën. 2 muaj ka që martuar. Të trashëgohet dhe me jetë të lumtur. Rrugë, po çfarë bëndaj? Jeta vazhdon, absolutisht. Si për atë edhe për ishnusen jeta vazhdon, por ajo që ne na bën të ndryshëm nga kafshët është arsyeja dhe fjala, të dim të komunikojmë dhe të zgjidhim gjërat nëpërmjet fjalës, jo nëpërmjet dhunës, edhe nëpërmjet hakmarrjes, se kjo është forma më e shëmtuar. Por unë do flas me Evangelinën, ta premtoj se unë kam numrin e saj, do flas, do bëjt pa mundrën që ata fëmijë të kenë kontakte me babain, të kenë kontakte me ju, nëse ju jeni e gatshme. Iqa ato mesengjerit që ke blokuar, thoe. Pse, ajo ju ka blokuar në të gjitha? Na ka blokuar. Ju jeni të gatshëm të vini të takoni fëmijët kudo që ata të ndodhen? Jo, në veni i takoj fëmijët. Me vetë i takoj. Ja pra, ky është mesazhi që duhet i përcjellje ishnuses së djalit. Na lejo të takojnë fëmijët. Unë i thosh atëherë ku vrisin, se të thoshin e nona, hajde. Tash unë e vi nona, tash unë edhe i thash kësaj, tash unë vi takoj fëmijët me. Pa hajde ti, ndalon një rituj, pa ata e jo, për djalin. Ata e jo, s'dua t'i shikoj syt. Por pse? Tash po pa erdhë më dojë me djalin, tash unë se dhe djalin do e takoj kalamajt, se janë tilta tira tash. Ai s'ka punë me fëmijë. Por pse kishte urrëti ndaj djalit? Ku ti po tregon që fundja ajo e tradhoi djalin tuaj? Po ja, e kishte urrëti, ja, nga e la, ky dhe ikua, ku t'i gjohën e shkreta, ka i matë, do të vite ta mirë të prapë, po ky s'vite ta mirë të të mos, i vajti shpirti majtundët. Bol durovishte, bol. Jo, se e martesa i kishte ardhur fundi është e qartë. Mirë, e dashur Marieta, ne do mbetemi në kontakt, sa uroj me zemër të bashkohesh sa më shpejt me Nipri dhe Mbesa, të premtoj që do flas me Evangelinën. Mirë të dashur miq, kemi ardhur në fund edhe për këtë live. Unë ju falenderoj që ndruat me mua deri në fund të kësaj video. Nëse edhe ju keni një histori për të denoncuar, kërkoni që të jeni pjesë këtu në live me Odetën, mos hezitoni të më shkruani në numrin tim të telefonit 069 99 55 698 që ndodhet poshtë ekranit tuaj. Por ju mund të më dërgoni mesazhe edhe në rrjetet e mia sociale, në Instagram dhe në Facebook me emrin Odeta Dume Mandro dhe këto janë faqet e mia zyrtare. Ndërsa këtu lart tek fotoja ime
ime, mund të klikoni dhe të abonoheni, të bëheni pjesë e kanalit tim zyrtar në YouTube, ku çdo paradite jam live me këto histori njerëzore. Faleminderit që më ndoqët, deri takohemi nesër. Mirupafshim.